Dhe ky fakt ka krijuar alarm me faktin e faktorizimit të serbëve dhe votimit të tyre në shtetin tonë. Të dashur kolegë të lëvizjes vetëvendosje, të gjitha këto tema e probleme nuk zgjidhen në fusha futbolli, ku vendi e institucionet është e nevojshme të formohen, sepse nafta në vendin tonë është 1.78. Ku vendi e institucionet duhet të formohen sepse ligji i shtetësisë duhet të zhbëhet. Kjo e drejtë dhe ky fakt ka krijuar alarm me faktin e faktorizimit të serbëve dhe votimit të tyre në shtetin tonë. Ku vendi e institucionet duhet të formohen sepse çmimi i produkteve të shportës familjare ka kaluar në ekstrem, duke vështirësuar jetën e mirëqenie e qytetarëve. Ku vendi e institucionet duhet të formohen sepse në shtetin tonë janë mijëra të rinj të diplomuar dhe të cilët kanë nevojë për punë, dinitet e vazhdim të jetesës në Kosovë. Ku vendi e institucionet duhet të formohen sepse Prishtina dhe plot qytete e fshatra në Kosovë nuk kanë energji elektrike me orë të tëra, edhe pse jemi në sinën e verës. Ku vendi e institucionet duhet të formohen sepse kemi mbetur vendi me pagat më të vogla në rajon. Dhe pa humbur kohë duhet të rriten pagat e mjekëve, policëve, mësimdhënësve, zjarfikësve, gjykatësve, doganierëve. Ku vendi e institucionet duhet të bëhen sepse kemi ikje e largim të madh të qytetarëve nga vendi dhe ne duhet të gjejmë formën që ta ndalim këtë trend shqetësues për të ardhmen e Kosovës. Të dashur qytetarë, të dashur kolegë të lëvizjes vetëvendosje, të gjitha këto tema e probleme nuk zgjidhen në fusha futbolli e as në tryeza ndërkombëtare, e as në pushime e në vende luksi dhe duke u fshehur pas akuzave e kalkulimeve politike. Këto urgjenca kombëtare zgjidhen këtu në Kuvendin e Kosovës.